Gjetja e parë është se asnjëra prej partive politike nuk e trajton në mënyrë të plotë reformën në drejtësi. Edhe pse të gjitha partitë politike flasin për drejtësinë, efikasitetin dhe luftimin e korrupsionit, asnjëra nuk paraqet një plan të plotë reformues që lidhet drejt për drejt me proceset që kanë dominuar debatin gjatë 5 viteve të fundit. Zotimet e partive politike mbeten në nivel deklarativ, ndërsa këto zotime nuk realizohen me deklarata, por me plan konkret dhe me llogari institucionale. Një nga mbaktësitë më të dukshme është mungesa pothuajse e plotë e referimit ndaj strategjisë për sundimin e ligjit 2021-2026. Kjo strategji ka qenë dokumenti më i rëndësishëm shtetëror për reformën e drejtësisë gjatë 5 viteve të fundit. Megjithatë, as lëvizja vendosje, as PDK, as LDK dhe as AK nuk e trajtojnë si akt si bazë të reformave të ardhshme. Po aq shqetësues është fakti se programet politike pothuajse nuk i referohen rekomandimeve të Komisionit të Venecias, edhe pse pikërisht këto rekomandime kanë orientuar debatet më të rëndësishme për reformën e drejtësisë, vettingun, kompetencat e institucioneve dhe ndryshimet kushtetuese. Në fushën e sundimit të ligjit, programi i lëvizjes vetëvendosje është programi që trajton më shumë tema se sa partitë e tjera. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se drejtësisë i kushtohet vetëm një faqe në një program prej 34 faqesh. Për një parti që ka udhëhequr qeverinë në 4 vitet e fundit dhe që ka vendosur reformën në drejtësi në qendër të diskursit publik, kjo paraqet një trajtim relativisht kufizuar. Lëvizja vetëvendosje është vetëm një parti që vazhdon të përmend vettingun në drejtësi, megjithatë programi nuk shpjegon se si do të realizohet ky proces. Amandamentet kushtetuese, tashmë siç e dini, janë të njohura, janë vlerësuar nga gjykata kushtetuese, por gjatë mandatit të kaluar nuk është siguruar mbështetje politike e nevojshme në mënyrë që ato të miratohen.